Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm, 27 shkurti. Dashi, 27 shkurti, ju gjen energjik dhe me dëshirë për të marrë iniciativa. Në punë, mund të lind një mundësi për të treguar aftësitë tuaja udhëheqëse dhe ideja juaj mund të tërheqë vëmendjen e bashkëpunëtorëve. Financat kërkojnë maturi, shmangni shpenzimet impulsive që mund të shkaktojnë tension me vonë. Në dashuri, partneri do vlerësoj energjinë dhe vendosmërinë tuaj. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur që zgjon kurreshtje dhe emocion. Demi, kjo ditë sjell stabilitet dhe mundësi për të vendosur gjërat në vendin e duhur. Në punë, përqendrimi dhe organizimi ju ndihmon të përfundoni detyra të rëndësishme. Mund të merrni njohje për profesionalizmin tuaj. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, sidomos për shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, partneri do vlerësoj përkushtimin dhe durimin tuaj. Binjakët, 27 shkurti, sjell një komunikim të lartë dhe nevojën për lëvizje. Në punë, mund të lind një mundësi që kërkon fleksibilitet dhe meditim kreativ. Idetë tuaja do të tërheqin vëmendjen e kolegeve ose partnerëve të biznesit. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, sidomos kur bëhet fjalë për projekte që mund të kenë kosto të papritur. Në dashuri, dita favorizon bisedet e hapura. Gaforja, sot do ndiheni të lidhur fort me ndjenjat dhe intuitën tuaj. Në punë, mund të kërkohet durim dhe qasje kujdesshme për të zgjidhur situata delikate. Nuk është dita për vendime impulsive. Mendimi racional dhe vëmendja ndaj detajeve do ju ndihmojnë të arrini rezultate. Financat kërkojnë organizim dhe shmangje të gabimeve të vogla. Në dashuri, partneri do ndjej përkushtimin dhe kujdesin tuaj. Beqarët mund të takojnë dikë emocional. Luani, 27 shkurti, sjell energjitë e fortë dhe dëshirë për të shfaqur aftësitë tuaja. Në punë, mund të keni mundësi të udhëhiqni një projekt ose të bëni ndryshime pozitive që do vlerësohen. Një projekt i ri mund të nisë me sukses, por kërkon përkushtim dhe fokus të lartë. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, pasioni është i pranishëm dhe partneri do vlerësoj energjinë tuaj. Virgjëresha, 27 shkurti, kërkon përqendrim dhe organizim maksimal. Në punë, do ndiheni të aftë të përfundoni detyrat e vështira dhe të tregoni profesionalizëm. Një ide e re mund të sjellë rezultate të rëndësishme, veçanërisht në projekte që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Financat kërkojnë planifikim dhe maturi, duke shmangur shpenzimet impulsive. Peshorja, sot do ndiheni me të fokusuar mbi marrëdhëniet dhe ekuilibrin personal. Në punë, mund të lind një situatë që kërkon diplomaci dhe aftësi për të ndërmjetësuar mes kolegeve ose partnerëve. Komunikimi i qartë dhe sinqeriteti do jenë çelësi për sukses. Financat janë të qëndrueshme, po shmangni shpenzimet impulsive për dëshira momentale. Në dashuri, partneri do vlerësoj përkushtimin tuaj. Akrepi, 27 shkurti, sjell intensitet dhe intuitë të fortë. Në punë, mund të përballeni me një sfidë që kërkon strategji dhe durim. Analizimi i çdo opsioni do ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Financat kërkojnë kujdes të veçantë dhe shmangje të rreziqeve të panevojshme. Në dashuri, emocionet janë të fuqishme. Nëse jeni në një lidhje, besimi dhe sinqeriteti janë të domosdoshëm. Shigjetari, sot ndjeni nevojën për lëvizje, aventurë dhe zgjerim horizontesh. Në punë, mund të lind një mundësi që kërkon guxim dhe iniciativë dhe ideja juaj mund të sjellë rezultate të prekshme. Financat përmirësohen gradualisht, por shmangni shpenzimet impulsive.
Në dashuri kërkoni spontanitet dhe momente të këndshme me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë gjatë një aktiviteti social ose udhëtimi të shkurtër. Brejtjapi, 27 shkurti, kërkon disiplinë, përqendrim dhe përkushtim. Në punë mund të merrni detyra të rëndësishme që kërkojnë aftësi organizative dhe seriozitet. Përkushtimi juaj mund të vlerësohet nga eproret dhe të hap mundësi për avancim. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm dhe kursim, veçanërisht për projektet afatgjata. Në dashuri, tregohuni me të hapur emocionalisht dhe komunikoni ndjenjat tuaja. Ujori, 27 shkurti, sjell energji kreative dhe mundësi të reja. Në punë, mendimi origjinal dhe zgjidhjet e pazakonta mund të sjellin rezultate pozitive. Mund të lini një projekt ose bashkëpunim i ri që do ndryshojë rrjellën e disa gjërave. Financat mund të përmirësohen përmes një mundësie të papritur, por shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri kërkoni liri dhe mirëkuptim. Peshqit, sot ndiheni më të lidhur me intuitën dhe botën emocionale. Në punë, kreativiteti dhe ndjeshmëria do ndihmojnë të gjeni zgjidhje për situata të ndërlikuara. Mund të merrni vlerësim për mënyrën bashkëpunuese dhe të kujdesshme. Financat kërkojnë planifikim dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Në dashuri, kërkoni thellësi dhe përkushtim të sinqert. Partneri do ndjejë përkushtimin tuaj. Beqarët mund të përjetojnë një takim romantik që zgjon emocione të bukura dhe shpresë për të ardhmen. Kujdesuni për pushimin dhe balancën shpirtërore. Mbrëmja sjell reflektim dhe mundësi për të planifikuar hapat e ardhshëm me qartësi dhe energji pozitive. Sot është një ditë për të ndjekur intuitën dhe për të vepruar me zemër dhe mend. Dhe si përfundim, 27 shkurti është një ditë që kërkon energji, fokus dhe balans mes mendjes dhe zemrës. Ajo ofron mundësi për të marrë iniciativa, për të treguar kreativitet dhe vendosmëri, veçanërisht në punë, ku përkushtimi dhe ide të reja mund të sjellin rezultate konkrete. Marrëdhëniet personale dhe romantike janë në qendër të vëmendjes, duke kërkuar komunikim të hapur, besim dhe mirëkuptim të ndërsjellët. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim për të shmangur shpenzimet impulsive që mund të krijojnë tension. Sot është një ditë e favorshme për reflektim mbi objektivat afatgjata dhe për të riorganizuar planet personale dhe profesionale. Kujdesi për shëndetin, pushimi dhe aktivitetet që sjellin qartësi janë të domosdoshme për të ruajtur energjinë. Faleminderit që na dëgjuat deri më tani. Për më shumë video si kjo, na bëni një like dhe subscribe dhe na tregoni në komente se cila shenjë jeni ju.